Tetova ka një histori të pasur, mund të themi shqiptare, por shumë pak prej saj është e dukshme sot në institucionet kulturore. Pse mungon ende një muze që ta përfaqësojë këtë histori dhe çfarë rrezikojmë të humbasim duke heshtur? Sonte flasim për nismën Huta, muzeun virtual të Tetovës dhe për betejën për ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare në qytet. Dhe këtu me mua sot në studio kemi Nderim Limanin. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje, fillimisht ju faleminderit për ftesën dhe njëherët ju përgëzoj dhe për punën që bëni. Atëherë mund të na thoni se çfarë përfaqëson emri Huta dhe pse e zgjodhët pikërisht këtë simbol për organizatën tuaj? Organizata jonë fillimisht filloi funksionimin e saj si një fanpage në rrjetet sociale, po duke pa rëndësinë e punës dhe interesin e ndjekësve tonë, në mënyrë që të funksionalizohemi dhe të dëgjohet zëri jonë pak më tepër nëpër instanca institucionale, e pam të arsyeshme të regjistrohemi si organizat. Në momentin e regjistrimit si organizat, gjatë diskutimeve u propozua emri Huta, cilin pikërisht e zgjodhëm, për një arsye. Arsyeja është se Tetova ka qenë e njohur për prodhimin e hutave. Hutët përndryshe një armë e njohur që prodhon në Tetovë. Kështu që Tetova është njohur për prodhimin e hutave kualitative, andaj edhe ne zgjodhëm këtë emër që ta emërojmë organizatën tonë. Atëherë mund të na thoni çfarë përmban sot Muzeu Virtual i Tetovës dhe si mund të qaset publiku tek ai? Pra, Muzeu Virtual i Tetovës momentalisht funksionon si projekt në kuadër të organizatës Huta. Funksionojmë në platformat sociale dhe kemi edhe faqen tonë. Çdo kush është i lirë për të kyçur, është e hapur për gjithë të interesuarit. Funksionojmë duke bërë përmbledhje të dokumenteve, fotografive dhe materialeve të ndryshme që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore të Tetovës, të cilat i publikojmë për ndjekësit tanë që të kenë një qasje më të lehtë. Tetova ka histori shqiptare në çdo cep dhe nuk ka se si të jetë ndryshe. Ka edhe një muze që edhe vetë tetovarët nuk e dinë se ku është e ku kjo histori shqiptare është, të themi fare simbolikisht e përfaqësuar, apo përpiqet të themi nismja juaj të mbush pikërisht këtë mungesë. Si ndodh kjo? Pikërisht mos bërja e punës siç duhet e muzeut të Tetovës është arsyeja pse u themelua organizata jonë, është arsyeja pse ekzistojmë edhe ne sot. Iniciativa e punës tonë u bë pikërisht nga mos veprimi dhe mos puna adekuate e muzeut të Tetovës. Andaj ne filluam këtë nisëm që sadopak të mundohemi të mbulojmë atë boshllëkun e krijuar nga një neglizhencë afatgjate dhe besoj se po bëjmë një punë të mirë me ato mundësitë tona që kemi dhe kemi arritur të sigurim në gamë të madhe të materialeve të cilat vazhdimisht i publikojmë për qytetarët. Dhe besoj se do vazhdojmë kështu, nuk do ndalemi duke munduar vazhdimisht të sillim gjëra të reja dhe risi. Mund të na thoni si ndodhi që kjo histori përfundoi fillimisht në një muze virtual dhe jo në një muze të themi real? Fillimisht duhet pasur parasysh se ne jemi një grup vullnetarësh që funksionojmë dhe e gjithë funksionimi i Muzeut Virtual të Tetovës është fal e një pjesë të kohës që ndajmë të gjithë ne, të cilën realisht e kemi obligim sekondar, pasi gjithë jemi me punë primare diku tjetër, dhe gjithë kjo punë bëhet vullnetarisht. Edhe mënyra më e mirë për të funksionuar fillimisht ishin platformat sociale, ku kemi arritur një sukses, besoj, kemi një numër të madh ndjekësish. Po, realisht, për momentin jemi duke punuar dhe jemi duke u angazhuar që të krijojmë një hapësirë fizike, ku do kemi edhe zyrat tona, edhe hapësirën për ekspozime, për ekspozimin e fotografive, madje edhe një hapësirë ku do ekspozohen materiale të ndryshme si tesha të vjetra, enë apo diçka tjetër. Dhe momentalisht jemi në fazën e grumbullimit të fondeve apo donacioneve për ta përmbushur një projekt të tillë dhe për t'i dhënë një Tetovës një muzej të mirëfillt me ato për mundësitë tona që kemi normal. Mund të na thuani se sa e rëndësishme është sipas jush ruajtja e trashëgimisë shpirtërore krahas asaj materiale? Është e rëndësishme, është përfaqëson kryesisht identitetin e një populli, identitetin e një kombi. Andaj edhe ne duke parë se kishte një neglizhencë totale nga ana e institucioneve, kishte mungesë të një vendi adekuat ku mund të orientohesh për të pasur akses në një informacion të nevojshëm. Pikërisht edhe prandaj bëm këtë punë dhe sot
shumica e personave që kanë nevojë për ndonjë material apo ndonjë dokument për ndonjë arsye të tyre, fillimisht orientohen tek ne. Kërkojnë në webfaqet tona, kërkojnë në rrjetet tona sociale, por ka raste që dhe na shkruajnë. Dhe normalisht me punën e atyre që bëjnë, me punën tonë që bëjmë, kjo jep një akses të veçantë dhe një rëndësi të veçantë ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Po të kërkosh sot për ndonjë çështje historike, në ndonjë dokument më të vjetër, nëpër rrjetet sociale apo nëpër search engine-at, nëpër webfaqe, në 90% të rasteve për Tetovën, rezultati i parë që do të del nga Muzeu Virtual i Tetovës pasi që e ka publikuar. Do të thonë, gjithçka, nëse intereson diçka, qoftë qytetarë, qoftë shkojnë nëpërmjet muzeut virtual, ju pyesin nëse ju intereson diçka konkretisht. Po, patjetër, kemi shumë raste që vazhdimisht na pyesin, vazhdimisht na kërkojnë dokumente. Po edhe po të mos kërkojnë direkt nga ne, siç e Ceka. Edhe po të drejtohen në Google për ndonjë X dokument apo ndonjë X datë apo ndonjë eveniment të veçantë, në 90% të rasteve, rezultati i parë që del do jetë nga Muzeu Virtual i Tetovës. Ju keni një fokus të veçantë edhe tek rinia. Mund të na thoni se rinia sot po rritet pa e njohur historinë e qytetit ku jeton, të themi, apo si është interesuar brezi i ri? A janë të interesuar për historinë? Ka mungesë, e vërtetë është se ka mungesë të njohurive sa i përket trashëgimisë dhe historisë vendit tonë, po interesim ka tepër të madh. Madje është një ndjenjë kënaqësie për ne kur na drejtohen rinia në raste kur publikojmë për ndonjë eveniment apo ndonjë histori, ndonjë dokument apo ndonjë fakt konkret, kur na shkruajnë, na drejtohen se një gjë të tillë kam pa të dëgjuar, mirë po tash që më dokumentohet duke më vërtetuar me fakte. Kjo për ne paraqit një satisfaksion shumë të madh dhe na jep motiv që të punojmë ende më shumë. Tetova ka figura të shuara, të themi historikisht të njohur, dhe pse mendoni se disa prej tyre ende nuk janë trajtuar me dinjitet institucional? Është një pyetje që realisht na duhet shumë kohë për ta shqylluar, po fatkeqësisht do thëna politikën në vendin tonë kanë bot veten, edhe pse ne nuk duam shumë përzimi me politikë. Ne mundohemi që me punën tonë vullnetare ta bëjmë maksimumin nga ana jonë që të nxjerrim në pak të bëmat e gjitha personaliteteve që kanë dhënë sado pak kontribut për çështjet kombëtare, për historitë e vendit, për historinë e Tetovës, për trashëgimitë kulturore. Madje së fundin bëm me vetë financim nga ana jonë bëm restaurimin e pllakës përkujtimore të Mehmet Pash Derallës te Arabati, babateqin e Tetovë, me që ishte dëmtuar dhe për një kohë të gjatë askush nuk e mori përsipër ta rregulloj. Do thonë ju vetë me vetë iniciative keni rregulluar themi. Çfarë humb Tetova duke mos investuar në trashëgimin kulturore dhe muze lokal, të themi, që do përfaqësonte pikërisht realitetin dhe historinë tonë shqiptare? Realisht humbet identiteti. Humbet identiteti kombëtar, identiteti lokal, humbet çdo vlerë kulturore që mund të përfaqësojë në të ardhmen, si në nivel lokal apo edhe më gjerë për gjithë qytetin tonë. Kjo është ajo njolla që mund t'i ngelet Tetovës në rast se nuk mirëmbahet trashëgimia kulturore, nuk ruhet dhe nuk mundohemi që ta nxisim gjeneratat e reja për t'ju kyçur kësaj sfere. Fatkeqësisht sot jemi dëshmitarë sidomos në Tetovë, ku shumë shtëpi të vjetra po shemben dhe një shtëpi që shembet, që paraqit një trashëgimi kulturore, nuk kthehet dot më. Kemi pasur raste kur kemi deshtur të rikonstruojmë disa shtëpi, të bëjmë rikonstruimin e tyre, edhe pse kemi hasur shumë probleme, edhe si nga ana e pronarëve, të cilat fillimisht nuk donin ta restauronin shtëpinë, me që duhet të jetë në listën e trashëgimisë kulturore, në listën e objekteve të mbrojtura. Po në rast se e fut në listën e objekteve të mbrojtura, ka shumë kritere shtesë dhe pronarët, të them të drejtën, i iknin kësaj pune me që unë gjerte shumë punë. Po nga ana tjetër, nëse nuk është në listën e trashëgimisë në objekteve të mbrojtura, shteti nuk jep përkrahje, edhe pronari është i lirë të bëjë çfarë don. Në shumicën e rasteve i
demolojnë fare. Mund të na thoni se a ka vullnet për ta pranuar dhe ekspozuar historinë shqiptare në Tetovë si pjesë kryesore të identitetit të qytetit? E them këtë për arsye se duke u nisur nga një kërkesë e juaj që daton tashmë disa vite për Muzeun e Familjes Deralla. Kërkesa për Muzeun e Familjes Deralla, mund të themi nga komunat e Ministria e Kulturës deri tani është kthyer tek komuna, shëtitet andej këndej të themi kërkesa e juaj. Çfarë mund të na thoni në këtë pjesë? Shëtitja e kërkesave në për institucionet ndryshme nuk është gjë e pazakonshme në shtetin tonë fatkeqësisht, po ne jemi të vendosur dhe jemi këmbgulës që familjes Deralla ti sigurohet një muzej. Do ishte idealja të jetë pak shtëpia e Alim Derallës të jetë ai lokacion, dhe do bëjmë të pamundurën, me që një familje e tillë me bëmat e tyre, me kontributin e tyre për çështjen kombëtare, sot në Tetovë të mos ketë një vend ku të përkujtohen, ku do mund të shfaqen bëmat e tyre, ku do mos shfaqen dokumente, fotografi. Kjo është tmerr, është e pafalshme për ne si pasardhës të gjeneratave paraprake. Fatkeqësisht edhe familja e tyre gjithë janë të përsekutuar, janë të shpërndarë në mban, madje kanë edhe probleme pronësore sa i përket shtëpisë. Po ne si organizat e kemi bërë maksimumin dhe do vazhdojmë të bëjmë maksimumin që shtëpia Alim Derallës të bëhet muzej familjes dhe do japim maksimumin ton që të sigurojmë materialet që do ekspozohen aty. Ka probleme institucionale, është e vërtet. Shtëpia është në pronësi shtetërore, për momentin është dhënë në shfrytëzim Universitetit të Tetovës, aty funksionon Fakulteti i Arteve. Po nuk është gjë që s'bëhet, mjafton të ketë vullnet. Ju e cekët pikërisht shtëpinë Alim Bej Derallës, është në listën e mbrojtjes kulturore, mund të themi, dhe a është e mbrojtur edhe në praktik? Apo thjesht është në dokument? Është e restauruar deri në një nivel, edhe pse ka ende punë për të bërë, nuk është përfunduar krejtësisht restaurimi, po për të qenë është në listën e objekteve të mbrojtura. Apo rrezikojmë ta humbim këtë trashëgimi duke pritur pafund vendime administrative, të themi? Besoj se po. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim? Duhet ngritet më shumë zëri, të themi, apo institucionet përkatëse ta kenë parasysh këto trashëgimi kulturore që i ka qyteti Tetovës? Institucionet nuk besoj se nuk e kanë parasysh, po unë çfarë mendoj se është më e rëndësishmja është ajo që fillimisht ne si qytetar duhet të fokusohemi që të mësojmë kush ka qenë familja Deralla gjeneratave të reja, por madje edhe gjeneratave më të moshuara. Një pjesë e madhe nuk e di. Një pjesë e madhe ka dëgjuar vetëm për Mehmet Pash Derallën, ka qenë pjesëmarrës në shkrimin e deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, ka qenë ministri i parë i luftës së aq. Nuk din më tepër. Andaj edhe angazhimi i qytetarëve është më i limituar. Prandaj mendoj se ne duhet të fokusohemi tek gjeneratat e reja. Të nxitim, të mësojmë se kush ka qenë familja Deralla, kush kanë qenë personat e familjes Deralla, çfarë kontributi kanë dhënë, çfarë kanë pasur. Dhe në një mënyrë të tillë pastaj ajo automatikisht sjell deri në atë që të ketë angazhim më të madh nga qytetarët për sa i përket krijimit të muzeut të familjes, apo çfarë do lloj iniciative tjetër. Nëse kjo shtëpi të themi shndrohet në muze, do të jetë një bar për qytetit apo një pasuri e re? Jo, ajo normalisht do jetë një pasuri e re. Do kontriboj pikërisht në ato që thash paraprakisht, që të mund gjeneratat e reja të dinë se kush ka qenë familja Deralla, po madje do sjellë edhe turistë nga vende të tjera. Absolutisht që nuk do jetë një bar, do jetë një pasuri. Ju keni bërë kërkesa, e potencuam edhe më herët, nëse nesër komuna do të thoshte jo, a do të vazhdoni ju me kërkesën, me betejën dhe si? Madje edhe me më shumë vrull. Më shumë vrull. Patjetër. Prisni përgjigje nga komuna? Keni marrë diçka tillë? Deri më tani? Nuk kemi marrë përgjigje negative, po nuk kemi marrë as përgjigje pozitive. Kërkesat tona janë duke u shërtitur andej këndej, është ende në procedurë. Shpresojmë që të ketë një epilog pozitiv, me që është në interes të gjithë qytetarëve. Mund të na thoni si mendoni, krenaria për vendindje ndërtohet me shumë me fjalë apo me institucione të themi konkrete? Patjetër që me institucionet konkrete. Krenaria kombëtare
përfaqësohet me anë të punës. Mund të flasim tërditër, mund të brohërisim tërditër për patriotizëm, po ajo që në fund shihet, ajo që në fund ngel janë vepra që janë bërë, institucionet që janë krijuar, dokumentet që kanë mbetur, ajo paraqit një vepër kombëtare për mendimin tim. Mund të na thoni se cili do të ishte mesazhi juaj për institucionet lokale dhe për qytetarët e Tetovës, se pse kjo trashëgimi nuk duhet të mbetet më në hije? Po, mendoj se ka qenë në hije shumë gjatë. Dhe është koha, është momenti që të angazhohemi edhe ne si organizata, edhe qytetarët, po edhe institucionet kompetente, që ajo shtëpi të merr hijen siç duhet, të ketë një kuptim siç duhet. Të jetë një muzej familjes, besoj ajo do ishte mënyra më adekuate që të funksionojë ai objekt. A mendoni se Tetova ka potencial të kthehet në destinacion të themi kulturor dhe turistik dhe çfarë i mungon sot për të arritur këtë? Duke pasur parasysh se kemi Kodrën e Diellit, kemi xhaminë e Larme e kështu me radhë. Shif, duhet jemi pak realist në këtë rast. Nuk mundet nga hiçi të mbijë një organizatë jo qeveritare si Huta apo ndonjë organizatë tjetër dhe për një periudhë të shkurtë të mbush Tetovën me turistë apo të gjitha problemet e mundshme. Jo, ne normalisht japim kontributin ton me ato mundësitë tona simbolike që kemi, madje mendoj se japim kontribut shumë më të madh nga kapaciteti që kemi. Po, do të ketë 10 apo 100 organizata si puna jonë. Duhet angazhim i institucioneve lokale, institucioneve qeveritare. Të gjitha këto bashkërisht duhet të jenë në një sinkronizim me një plan konkret që gradualisht, normalisht është një proces afatgjatë dhe gradualisht duhet shkohet në rritjen e turizmit. Kemi kapacitete, si që thotë edhe ju, Kodra e Diellit, është lënë në hares fare, po të ketë investime, po të ketë mirëmbajtje më konkrete, më adekuate. Numri turistëve do rriteshte edhe më shumë, edhe pse në këtë gjendje që është kemi turist. Po të ishte më rregulluar, do sillte edhe më shumë. Xhamia e Larme, Teqja Rabati Baba është të merr fare. Kemi hamamin e Tetovës, kalaja e Tetovës, është duke u rënë fare, askush nuk merr asnjë mahë. Po të rregulloheshin të gjitha këto, që fatkeqësisht nuk mund këtë punë ta bëjë një organizatë qeveritare, patjetër ky që institucioneve. Po të rregulloheshin, po të mirëmbajshin gjitha këto lokalitete. Tetovës realisht atëherë do të ishte një problem tjetër, do të fillojë ndërtimi i hoteleve që të mund të akomodojë gjitha ato turistët. Vinte fakti, kishim edhe monopolin e Tetovës, që sot fatkeqësisht aty nuk ka asnjë plakat për kujtimore për gjithë ato viktimat aty, që është më e keqja, është rënë fare, aty po bëhen ndërtesa. Ju disi po bëni disa punë si organizatë që mund të themi lirshëm që ato punë i takojnë shtetit. A ndjeheni të themi të vetëm në këtë betejë? Jo, nuk mund të them se ndjehemi të vetëm, me që kemi më të rëndësishme, kemi përkrahjen e ndjekësve tanë, kemi përkrahjen e qytetarëve. Për çdo punë që bëjmë, vazhdimisht kemi fjalë të mira, fjalë miradije dhe fjalë të cilat na motivojnë që të vazhdojmë edhe më tej. Pasi që të themi të drejtën, po të mos ishin ndjekësit tanë, po të mos ishte përkrahja e qytetarëve tanë, nuk do ishim aty ku jemi sot. Madje edhe një pjesë të madhe të publikimeve që i bëjmë ne vijnë nga materialet që na i sigurojnë qytetarët. Mund të na thoni se ende financoheni nga GoFundMe apo keni gjetur mbështetje financiare më stabile të themi? Jo, ne funksionojmë në mënyrë vullnetare. Edhe pse kemi hapur disa kanale në GoFundMe për donacione, nuk është se kemi patur diçka konkrete. I vetmi donacion që kemi marrë është nga Bashkimi Evropian projektet e EU4CR, ku aplikuam për grant për projektet tona me cilët i përmbyllet me një ekspozitë. Përndryshe kryesisht funksionim në mënyrë vullnetare. Siç thash më herët, momentalisht jemi të fokusuar në gjetjen e mjeteve për hapjen e një muzeu fizik, qoftë nëpërmjet donacioneve, projekteve apo ndonjë diçka tjetër, po në qëllimin tonë do t'ja arrijmë. Shpresojmë që të bëhet në të ardhmen, pse jo. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për të ruajtur sadopak në një mënyrë të denjur historia e popullit shqiptar e kulturës shqiptare? Është një thënie e vjetër që thotë pa mos parë mbrapa nuk mund të ecësh para. Edhe ne duhet fillimisht të kemi të qartë kush jemi,
të kemi një njohuri bazike mbi kulturën tonë, mbi identitetin tonë, mbi trashëgiminë tonë kulturore, në mënyrë që të vazhdojmë para. Por kur të vazhdojmë para, të vazhdojmë krenar dhe kokë lartë. Kjo është ajo ideja që mundohemi ta përcjellim në ndjekësit tonë. Ju faleminderit edhe një herë për gjitha këto informacione që i dhat në emisionin tonë Ritmi i ditës dhe shpresojmë në të ardhmen prej një muzej virtual, pse jo mos të kemi edhe një muzej real. Ju faleminderit. Patjetër, ju faleminderit edhe juve.